Ula tash i zërin. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Sonte për të ndarë lajmin e radhës, si që duket Josefin Markut nuk po i shkojnë bar të dashurat në jetë. Vajza e cila u pretendua si e dashura e Jozit, ku Jozi ndau fotografi dhe momente me të teksa po luanin tenis, ka reaguar së fundmi në Instagram duke treguar që lidhja mes taj edhe Jozit tashmë ka marrë fund. Ish banorja apo ish personazhja e njohur e rrjeteve sociale tashmë nga ish banori Jozi Joana ka ndezur kureshtjen e ndjekësve të saj me një postim intrigues në Insta Story. Ajo ka ndarë një shkrim në gjuhën angleze ku flet hapur për statusin e saj personal, duke e lënë publikun mes dyshimeve dhe thashethemeve. Në postim, Joana shkruan: "Disa njerëz mendojnë se jam single, të tjerët mendojnë që jam në lidhje, e disa të tjerë mendojnë se jam zemërthyer. Mos shqetësoheni, as unë nuk e di." Do me thënë, Joana tregon që është në një lidhje me Jozin apo nuk është në një lidhje me Jozin. Të njëjtën gjë pati thënë dhe Loredana në Goca dhe Gra që e kemi lidhjen tërhiqe pendin dhe mos e kput, që nuk kupton Jozi mbajt ka lidhjet kështu me femrat në raportin e tij. Të paktën kështu shkruan Joana, edhe pse Jozi asnjëherë në fakt nuk e ka thënë që është në një lidhje dashurie me Joana Toshin. Nuk e ka thënë nga ana e vet, por thjesht do me thënë publiku i lidhi fotot që Jozi dhe Joana nxorën në rrjetet sociale. Ky reagim ka bërë që ndjekësit të nisin me njëherë diskutimet dhe supozimet për jetën e saj private, duke qenë se një figurë që gjithmonë ka tërhequr vëmendje me stilin e veçantë dhe me deklarata pa komplekse, edhe këtë herë Joana ka arritur të kthehet në qendër të vëmendjes me vetëm një fjali. Postimi i saj ngre pikpyetje mbi gjendjen aktuale të marrëdhënieve të saj, duke shtuar hamendësime se ndoshta ajo po përjeton një periudhë të paqartë emocionale ose thjesht po dëshiron të luajë me kureshtjen e publikut. Për shumë ndjekës, mënyra se si ajo e trajton jetën personale, duket e shfaqur me humor e ironi, është një nga arsyet pse mbetet një nga personazhet më të komentuar në rrjetet sociale. Në mungesë të një sqarimi më të drejtpërdrejtë, fansat kanë mbetur në dilemë: a është Joana realisht single apo në një lidhje të fshehtë, apo duke kaluar një periudhë të vështirë? Për momentin, përgjigjen e saktë e di vetëm ajo. Por ajo çfarë dihet me siguri është se edhe një herë Joana ka ditur të mbajë publikun të lidhur, pasaj me një status të thjeshtë, por tepër shumë domethënës. Jozi nuk ka reaguar fare, ai poston fotografi nga vendet ku ka xhiruar klipin, duke reklamuar trupin e tij, ndërsa Joana Toshi, siç duket, është duke vuajtur, po për kë nuk dihet.